Shqipëria siguroi një vend në finalen e madhe të Eurovision 2025 që do të mbahet më 17 maj, fal performancës mbreslënse të këngës Zjerm nga grupi Shkodra Elektronike. Në natën e parë gjysmëfinale të festivalit, publiku dhe juria reaguan me entuziazëm ndaj kombinimit të zërit, simboleve kombëtare dhe skenografisë së frymëzuar nga legjenda e Rozafës, duke krijuar një moment të fuqishëm dhe artistikisht të veçantë në skenë. Nga 15 shtete pjesëmarrëse në këtë natë, vetëm 10 u kualifikuan për në finale. Përveç Shqipërisë, finalistë u shpallën Norvegjia, Suedia, Islanda, Hollanda, Polonia, San Marino, Estonia, Portugalia dhe Ukraina. Ndërkohë, reagimet e para nuk munguan. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale një video nga performanca duke shkruar: "Zjerm në finalen e 17 majit." Në Eurovision shndrit mesazhi shoqëruar me ikona zjarri dhe yjesh. Mbështetja erdhi edhe nga Kosova. Kryeministri Albin Kurti apeloi: "Të dashur vëllezër dhe motra shqiptar kudo që jeni, votoni për Shkodrën Elektronike, vazhdo me shndrit." Finalja 17 majit pritet me emocione të mëdha, ku Shqipëria synon të shkëlqejë në garën europiane dhe pse jo, duke synuar edhe fitoren.